Gülajshe. Fëmi? Urime Bajramin, fëmijë. Gëzuar Bajramin. Apo hani ju? Po. Hajde, ha dhe pak, ha më tepër, hajde. S'mund të gjesh pirunin? A ju Më lër të pëlqen shoh. ushqimi, ha? Jo është e pastër. Ha, ma thuaj. Merre këtë, merre. Si të duke ty? Ja. A të A pëlqeu? dikush që i mungon pirun? Valla, edhe mua më mungon. Edhe juve ju mungon? Merë pak edhe ti, hajde. Hajde, shko. Faleminderit, ju presim përsëri. Ditën e mirë. Jakub, mbaje. Futi brenda. Ti jesht. Më dëgjo. Nesër do të jem kamarier dhe do të i lash ti enët. Edhe nuk dua të dëgjoj që larja e pjatave nuk është punë burrash, ta dish këtë. Mos e bëj. Veç kësaj, kështu flasun? Sigurisht unë nuk mund të ankohem sa ti pra. Çfarë ndodhi? Ekziston një ndjenjë që tash më ke jetuar diçka? Kur u takova me ty për herë të parë ishim këtu pra. Unë isha brenda dhe ti ishe jashtë. Barbar? Barbaros. Më kujtua. Më pyeti nëse jam i martuar. Mos qesh? Shiko, ata po vinë. Kujdes. Vëlla Sabit? Ai vajz, kujdes, do ta lëndosh. Gylashja nuk më lëndon. A je mirë apo jo? Tani është në rregull. Sabiti im? Kush është ky? Bir? Po talësh me mua ti? Nuk po tallem o djalë. Kush është ky? Nuk e njoh këtë person.
Valla Sabit, ky është barbari. Nuk e njoh barbarin, kush është ky? Të lutem Zot më ndihmon në këtë moment. Mare Sabit, çfarë do thuash që se man me në barbarin? Sabit, thepra të kujtoj gjithçka. Po flisi për një kamion. Po, kishte? Po ngisja një kamion. 3, drit. E kuqe, ndalo. E Gjelbert, mos u ndal. Vazhdo. Ti pse e në këmbë? Ti du të shtrihesh. Merxhan, lere Gylashen të shtrihet. Gylashe u plagos, ajo hubin shumë gjak. Shtriu. Shtriu? Çfarë bëre? Valla Sabit qëftë e kaluar. Për herë të Zotit, Ergo. valla. Lëshoje, Ergo. më lëshoje. Më lër. Më lër të thash valla. Mos u përzim. Më lër. Ai e plagosi Gylashen. Ti e lëndove Gylashen. Kjo shtëpi nuk është e jona. Mare djalë, Dyqani ynë i gomave, Ali. Ali, dërgoj që këtu. Le të ikën të gjithë. Lere këtë të shkoj. Këtë, a i blagosi Gylashen. Eja këtu. qa po ndodh vëllamete? A ishte mirë? Me shumë gjas amnezi post-traumatike. Quhet edhe amnezi retrograde. Çfarë do të thotë kjo? Ja, se si, me disa trauma mund të ketë humbje kujtese në momente që ka ndodhur para saj. Ajo mund të fshihet për disa ditë, javë, muaj, që ishin para dëmtimit. E vetëmja gjë që i kujtojt është të Gylashe u plagos. Ti të gjës mban. Po, Ju më takuat atë ditë. Pastaj filloi një zinxhir ngjarjesh që bëri zonjën Haxhere ta merrte Gylashen. Sabit i harroi gjithçka që do ta ndante nga Gylasja. Para së gjithash unë. truri i Sabitit përpiqet ta mbrojë nga hidhrimi. Por amnezia retrograde nuk zgjat aq shumë. Së shpejti do t'i kujtoj të gjitha. A dëshiron të vetë vritet përsëri? Çfarë është zotri Zipkin? Cila është çështja urgjente? Sabiti u zgjua. Vendosa të them, mendova se teze Haxhe do donte ta dinte këtë. Unë jam shumë e gëzuar, por ju këtë mund të ma kishit thënë në telefon.
Unë atëherë nuk do të kisha parë. Më vje keq. S'ka nevoj, mos guxo të sillesh si një djali pa fajshëm para meje. Mund të kem kaluar gjithë jetën time në këtë vilë, por nuk jam aq budallaqe. Tashmë e kuptoj se cili është qëllimi i vërtet i një personi që është i shqetësuar para meje. Cili që nga ky qëllim që po thua? Lara, së shpejti do të hyjë në atë derë. Dhe ju do të mbeteni jashtë kësaj dere. Dhe ti fillove të mendosh si të futesh e brenda. Dhe ta mashtroj këtë humën naive. Ke shumë skenar në kokë. Të lutem. Unë s'mund t'i kaloj skenarët që i ke shkruar ti dhe vlezërit e tu. Çfarë lloj njerëzish trem jeni ju?